Tani është e radhës që të bëjmë përmirësimin e disa koncepteve të gabuara që janë mbjellur qëllimisht në shoqërinë tonë dhe mbjellja e tyre në formën e duhur brenda zemrës së muslimanëve. Një nga konceptet e gabuara që janë mbjellur në identitetin e besimtarëve është koncepti i të menduarit se feja, se Islami është një sistem i vlefshëm vetëm brenda mureve të xhamisë. Se ne vim i kryejmë obligimet tona qoftë në xhami apo në shtëpi, por në ballafaqim me të tjerët, qofshin ata të afërm apo të largët, ne jemi rehat dhe mund të bëjmë çfarë të duam se Islami nuk ka lidhje në këtë. Ky është një koncept shumë i gabuar. Ky është një koncept që e kanë mbjellur armiqtë e Islamit, sepse kur e kuptuan se Islami është një sistem jete gjithëpërfshirës, që prek çdo segment, çdo pore, çdo fushë të jetës njerëzore, atëherë munduan që tek muslimanët ta mbjellin konceptin e religionit për Islamin, sipas definimit sociologjik, ashtu siç e kanë edhe fetë tjerë, sepse në shkencën e sociologjisë një religion definohet si një sistem vlerash i cili përcakton dhe i rregullon marrëdhëniet e njeriut me një fuqi supreme, me një fuqi të lartë. Pra në gjuhën tonë, me Allahun fuqiplot, me Zotin tonë. Po Islami, a është vetëm kjo? Islami është kjo, padyshim. Por është edhe më shumë se kaq, sepse Islami nuk i rregullon vetëm raportet e njeriut me Zot. Islami i rregullon edhe raportet e njeriut me vetveten, po i rregullon edhe raportet e njeriut me gjithë të tjerët. Qofshin familje, qofshin shok, qofshin njerëz që i njeh, qofshin njerëz që nuk i njeh, të gjithë që ekzistojnë, po jo vetëm njerëz, edhe me të gjitha krijesat. Në Islam ke qëndrim si duhet të sillesh ndaj kafshëve, si duhet të sillesh me ambientin, me çdo gjë që sheh. Me çdo gjë që është në ekzistencë, Islami e ka rregulluar raportin e njeriut me të. Pra Islami është një sistem gjithëpërfshirës që prek çdo segment të jetës njerëzore. Mirë po armiqtë e Islamit kur i gjetën muslimanët në llapi dhe në gjendje të dobët, thanë se ka qenë Islami shkak i trapambeturisë suaj dhe ju duhet të ndryshoni, duhet të ecni para. E si do duhet të jetë kjo ecje para sipas tyre? Do jetë duke kufizuar Islamin në xhami dhe duke e ndar atë nga jeta jone e përditshme, duke izoluar Islamin. Po Islami nuk qëndron dot i izoluar, se është një sistem i atill që vjen nga Zoti i gjithësisë, që është i gjithdijshëm, që i di të gjitha gjërat, që i di në hollësi të gjitha sendet dhe që ja ka mbjellur njeriu në zemër se si duhet të sillet ai me çdo gjë. Po u bëre musliman, nuk mund të rish dot duar kryq ndaj të këqijave që ndodhin në një shoqëri. Një thirrësit, një rilindasit të njohur i kanë thënë, shko në xhami dhe lexo Kur'an. Mos u merr me problemet tona, mos u merr me politikë, mos u merr me ngjarjet e përditshme, mos u merr me shoqërinë. Ti rri në xhami, do të jesh fetar. Mbaje fetarinë tënde në xhami dhe lexo Kur'an aty. Ajo është për ty. Ai është përgjigjur. Thotë më thonë që të shkoj në xhami dhe të ulem e të lexoj Kur'an. Po unë kur e lexoj Kur'anin, Kur'ani më thotë çohu dhe dil përmirësoje gjendjen në shoqëri. E si të rri vetëm brenda xhamisë? Si ta mbaj Islamin vetëm brenda xhamisë? Kur ky Islam ka ardhur për të rregulluar jetën tonë në çdo aspekt, në punë, në shtëpi, me familjen, me të dashurit, me ata që i duam, me ata që na urrejnë, me ata që i kemi miq, me ata që na kanë hasëm, me të gjithë i rregullon marrëdhëniet Islami. E si ta kufizojmë këtë fe vetëm brenda mureve të një objekti fetar? Prandaj Allahu fuqiplot, nëse ndalemi dhe analizojmë shtyllat e Islamit, nëse ndalemi dhe analizojmë 7 mëkatet më të mëdha, nëse ndalemi analizojmë 7 kategoritë e njerëzve të përmendura në një hadith që do të jenë në hijen e arshit të Allahut fuqiplot ditën kur nuk do të ketë hije përveç hijes së arshit të Tij. Nëse ndalojmë dhe analizojmë këto dhe të gjitha gjërat që janë me rëndësi esenciale në Islam, do të shohim se çdo herë janë të ndërlidhura ngushtë me ndërveprimin njerëzor në grup. Nuk janë adhurime individuale, nuk janë vepra të cilat kanë ndikim vetëm te individi, jo. Të gjitha këto kanë ndikim të madh te shoqëria. Po bile nuk gabojmë nëse themi se varësisht sa ndikim të madh kanë në shoqëri këto punë, aq vlerë u ka dhënë Allah. Le të ndalojmë dhe le të analizojmë para se të dalim te këto koncepte, le të analizojmë një herë fillimisht shtyllat e Islamit. Në Islam ne e dimë se shtyllë e fesë tonë është namazi. Ai që na tubon 5 herë në ditë, që na tubon 1 herë në javë xhumaja, dhe që i urdhron besimtarët që këtë namaz shumë më mirë thotë është ta bëni në grup. Edhe namazi është një shembëllim perfekt i asaj se si duhet të mbahet balanci në mes të shpirtërores dhe materiales. E kur flasim për shpirtëroren dhe materialen,
mund të flasim njëjtë edhe për konceptin e ndarjes së Islamit nga jeta e përditshme. Se me këtë duan ta shndërrojnë Islamin në një sistem të ushqyerit shpirtëror, spiritual, që të mos ketë punë me jetën e njeriu material. E namazi që është tylla e fesë islame, kur e fillojmë si e fillojmë? E fillojmë me abdes apo jo? Për ta kuptuar këtë, se si e mban balancin në formë të përkryer, do të sjellim një shembull. Do ta sjellim këtë shembull si krahasim. Në shekujt e mesjetës, në Evropë, krishterimi e kanë pasur bindje se sa më gjatë të qëndrosh pa pastruar trupin, aq më shumë të forcohet ana shpirtërore. Pjesërisht kjo është e vërtetë, sepse çdo herë ana materiale dhe ana shpirtërore e njeriu janë në disproporcion, ose thënë ndryshe, në proporcion të kundërt. Sa herë që rritet njëra, bie tjetra. E kur rritet kjo tjetra, bie e para. Pra, shpirti dhe trupi çdo herë janë në disproporcion. Dhe ata duke e besuar këtë, thanë se ne do të qëndrojmë të papastër, pa e pastruar trupin ton, që ta forcojmë anën ton shpirtërore. Bile kishte të atill që garonin me vite pa u larë, sepse kështu mendonin se do të jenë më të devotshëm. Ky është një lloj besimi, është një lloj bindjeje. Mirë, po Islami çfarë do? Islami nuk do as që ta nxjerrë njeriu totalisht nga konteksti shpirtëror, ta bëj atë materialist në kulm, as nuk do që ai të bëhet shpirtëror në kulm dhe ta neglizhoj anën materiale të tij që është prezent, por do t'i mbaj këto të dyja të barabarta. Prandaj aktin më të rëndësishëm shpirtëror të komunikimit të njeriu me Allahun fuqiplot, namazi, që llogaritet shtylla e fesë islame, Zoti thotë që kur ta fillosh me abdes. E abdesi është një theksim i anës materiale të njeriu, pastrimi i trupit. Pra ne hyjmë për ta pastruar shpirtin, por fillimisht e pastrojmë trupin. Se Zoti do të na thotë se ju duhet çdo herë ta mbani baraspeshën mes këtyre të dyja. Po jo vetëm kjo baraspeshë që ndikon në sjelljet tona në shoqëri, po Islami në çdo veprim të vetin ka reflektim në raportet tona ndërnjerëzore. Kur vim në xhami, si ulemi të gjithë? Ulemi krah njëri tjetrit. Pra qëndrojmë në saf krah njëri tjetrit. Nuk ka dispozit në Islam që të lejon që të mos qëndrosh krah dikujt vetëm se je i dhruar me të. Nuk të lejohet kjo në Islam. Pavarësisht çfarë raporti ke ti me atë, çdo herë në namaz nuk ke të drejtë të zgjedhësh a do qëndroj krah ti në saf apo nuk do qëndroj krah ti në saf. Pra duhet të qëndrosh krah në saf, krah për krah. Përveç asaj, urdhëron që 5 herë në xhami, kush e merr guximin dhe vjen ti takoj xhamatli tjerë, pra të krijoj raport ndërnjerëzor, ai ka 27 shkallë më shumë sevape se ai që qëndron dhe falet në shtëpi. Po jo vetëm aq. E ka bërë obligim, e ka bërë fars të pakontestueshëm që një herë në javë, deshe apo nuk deshe, patjetër të gjesh një bashkësi që e fal namazin të bashkohesh me ta, sepse përndryshe nuk ke xhuma, e po nuk falet 3 xhumaja pa arsye. Pejgamberi alayhis salam thotë se të është vënë vula e munafikut, e hipokritit. Aq të rëndësishme e ka bërë Zoti të bashkimit, xhuma. Po jo vetëm aq, u ka bërë besimtarëve pjesë të kësaj xhumaje ta dëgjojnë hutben. E hutbeja çfarë është? Është trajtim i problematikave aktuale, i gjërave që ndodhin me muslimanët, qoftë në vendin tonë ose në botë. Dhe imami duhet t'i trajtojë ato. E kur i trajtojmë këto në hutbe, deshëm apo nuk deshëm ne si xhamat, bëhemi pjesë e trajtimit të një problematike aktuale, bëhemi pjesë e shoqërisë. Po jo vetëm kaq. Zoti ka thënë kështu në Kur'an, thotë faleni namaz, se vërtet namazi ndalon nga e keqja dhe e shëmtuara, nga ajo që është e neveritshme. Dhe bazuar në këtë ajet, ulemat kanë nxjerrë konkluzën dhe kanë thënë, nëse dikush vazhdimisht falet, por nuk është njeri i mirë në sjelljen me tjerë, nuk është njeri i sinqert në raport me tjerë, ju bën keq të tjerëve, e trajton keq familjen e vet, i trajton keq fëmijët e vet, komshit e vet, nuk i respekton vëllezërit e vet, motrat e veta, prindrit e vet. Një njeri që edhe pse falet, vazhdon të mos jetë një shembull i mirë për shoqërinë. Dietarët tanë kanë thënë le ta di ai njeri se namazi i tij ka një problematik të thellë dhe është në dyshim shumë të madh, mos themi se preras nuk është i pranuar tek Allahu fuqiplot. Një namaz i atill nuk është duke u bërë siç duhet, se po t'ishte duke u bërë siç duhet, ai namaz do të ndalonte nga punët e këqija. E nëse një namaz falet po edhe bën punë të këqija, duhet më një herë të ndaloj. Duhet ta rishikoj vetveten dhe të shoh se ku është problemi i tij. Se na del se namazi nuk qen ka thjesht një raport i njeriu me Zotin, jo. Ky raport i njeriu me Zotin do e mos të reflektohet në jetën e përditshme. Do e mos nga namazi yt të përfitoj tjetri. Nëse nga namazi jot
nuk përfiton tjetri, atëherë namazi ynë është në pikpyetje. Pra kaq vlerë të madhe paska ndërveprimi ynë me njerëz si pasojë e namazit. Po edhe te agjerimi, si shtyllë tjetër e Islamit. Si ka thënë pejgamberi alayhis salam, gjitha ajo sakrificë, e gjitha ai mund, e gjitha ajo lodhje, të qëndruarit pa ngrënë, pa pirë, në temperatura të larta, në ditë të gjata, të gjitha këto i bën njeriu. Pejgamberi alayhis salam megjithatë thotë, le ta di se ai që edhe pse e le hajën dhe pijen, por nuk i ka lënë fjalët e këqija dhe punën me to, veprimin me to, le ta di se Zotit nuk i duhet që ai ta lë ushqimin dhe pijen. Pra le të mos agjeroj dikush që nuk flet fjalë të mira, ose që nuk i lë fjalë të këqija. Kaq shumë e bën të theksuar sjelljen tonë me të tjerët. Pra kush përfiton nga ky agjerimi ynë? Kur do të jetë siç duhet, do të përfitoj tjetri. Pra do të jetë një aspekt social i këtij adhurimi. Po zeqati, një shtyllë tjetër e Islamit, a nuk është krye kput në përfitim të shoqërisë? Zoti në Kur'an ka thënë: "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Në pasuritë e njerëzve thot kanë hise, kanë të drejtë, të pakontestueshme, lypsi dhe fukaraj. Nuk është më një çështje zgjedhore se po të dua unë do ta jap 2.5%. Nuk është një çështje që më lihet mua në dorë se ata jap a mos ta jap. Jo. Zoti thot hise e tyre është brenda pasurisë tënde. E nëse don thot të pastrohesh, shikoni sa bukur i ka lidhur. Nëse don të pastrohesh ti dhe ta pastrosh pasurinë tënde, duhet ta japësh zeqatin. Pra pastron veten duke i ndihmuar tjetër. A ka ndërlidhje më të fuqishme? A mund të më tregoj dikush ndonjë ndërlidhje më të fortë të aspektit shpirtëror me aspektin material, të një aspektit religionit fetar me atë ndërnjerëzor social? Nuk ka ndërlidhje më të fortë. Prandaj Islami është mrekulli. Prandaj Islami është fe që i abrogon të gjitha fetë tjera dhe sistemet tjera dhe është i vlefshëm deri ditën e fundit, sepse i rregullon të gjitha imësirat që i ka në njeriu në jetë. Po edhe haxhi, njëjtë edhe haxhi, po nuk pati reflektim në jetën njerëzore, në aspektin social të jetës njerëzore, nuk mund të jetë një haxhi pranë. E nëse këto janë për shtyllat e fe, a nuk duhet të ndalojmë dhe të mendojmë se çfarë jemi duke bërë ne gabim si shoqëri, si musliman? A nuk është koha të reflektojmë? A nuk është koha ta kuptojmë dhe të bindemi një herë për gjithmonë se ata që duan të na mbajnë Islamin vetëm brenda mureve të xhamisë, që duan që vëllezërit të shohin të bashkuar vetëm në saf e jashtë xhamisë të shohin të përçar, nuk janë dashamirë tonë? A nuk është koha më të bindemi se musliman të vërtet që e kënaqim Allahun fuqiplot do të bëhemi vetëm kur do të bëhemi njerëz të mirë, sepse gjithë muslimanët e mëdhej, duke filluar nga zotëria e njerëzimit, kanë qenë njerëz të mirë. Prandaj Zoti i ka bërë edhe musliman të mirë. Ju e dini se sa raste e kanë pranuar njerëzit Islamin vetëm nga sjellja e mirë e muslimanëve, pa e thënë ata asnjë fjalë të vet. E ky rezultat vjen kur ne kuptojmë drejt Islamin dhe kur ne ata aspekt që e bëjmë aspektin shpirtëror e reflektojmë edhe në veprimet tona shoqërore. Është një hadith ku Muhamedi alayhis salam flet për disa gabime që janë gabime shumë të mëdha. Janë gabime të cilat Allahu fuqiplot vetëm me teube i pranon, me teube të sinqert, me pendim të sinqert. E nga ato gabime fillon Muhamedi alayhis salam dhe thot ruajuni nga këto gabime që e shkatrojnë njeriu, që e çojnë atë në humbje të përgjithmonshme. E para thot është i bësh shok Allahut fuqiplot. E dyta thot është të vrasësh një njeri me pa të drejtë. E treta thot është të bësh magji. Pastaj vazhdon e katërta thot ta hash pasurinë e jetim. Pastaj e pesta thot të hash kamat. Pastaj e gjashta thot të bësh zina. Pastaj e shtata thot të shpifësh për gratë që janë të sinqertë. Në rivajete tjera e zëvendëson atë të zinas me një mëkat tjetër thot. Ti trahtosh shoqërinë, shokët tu në një betejë, në fush betejë, në fronte të ik. Po ndaluam dhe i analizojmë këto gjinahe, këto mëkate nga të cilat ka ndaluar Allahu fuqiplot, do të shohim si vijnë. Një njeri që nuk e njeh Allahun fuqiplot, që nuk e njeh Zotin e vet, që nuk e ka ndjenjën se dikush është vazhdimisht duke e vëzhguar në çdo vepër që e bën, që nuk është i kujdesshëm në këtë pikë, është shumë rënd që ai të jetë i dobishëm për shoqërinë dhe komunitetin e vet. Se ai nuk ka vlera për të cilave lidhet, nuk ka litar për të cilit mbështetet. Po një njeri që vret një shpirt me pa të drejtë, ai njeri kujt i ka bërë dëm më shumë? Përveç vetes i ka bërë dëm shumë më shumë edhe shoqërisë. I ka bërë dëm familjes së atij dhe shoqërisë së të vrarë. Po një njeri që gjithashtu bën siher, bën magji, i bën dëm të jashtëzakonshëm atij që ja bën magji. Po një njeri tjetër që ja han pasurinë e tij, i bën gjithashtu dëm një kategorie të privuar dhe që është kategori fragjile e ndjeshme shoqërisë. Po një njeri tjetër i cili e han kamatën, i bën dëm shoqërisë dhe vetes. Po një njeri tjetër i cili shpif mbi gratë e pandershme, dhe një njeri tjetër që bën akte jashtëmartesore.
Ai ka bërë dëme të parikuperueshme sistemit familjar të një shoqërie. Po një njeri që dezerton, që i tradhton shokët e vet në fushë betejë, edhe ai ka bërë dëme të parikuperueshme për shoqërinë. A janë këto gjunahet më të mëdha? Janë gjunahet më të mëdha. Pa e shohim se janë të lidhura drejt për drejt me shoqërinë, jo me xhamin. Janë të lidhura drejt për drejt me tjetrin, jo me ne. Kanë të bëjnë se si cilëmi ne ndaj të tjerëve, jo me vetë. E kjo është një tregues shumë i qartë dhe i mjaftueshëm për ne si musliman, që të na binte edhe një herë se duhet të jemi musliman të mirë, duke qenë njerëz të mirë. Është një thënie shumë e mirë, briljante, që thot kështu. Thot fetarin tënde, se sa i devotshëm je në raport me Zotin, në raportin shpirtëror, në namaze, në namaz të natës, në agjerime, të gjitha këto thot, tregoj Allahut fuqiplot. Sa ai shpërblen për këto. Por njerëzimit i duhet reflektimi i tyre. Njerëzimit i duhet njerëzillëku jo. I duhet insanllëku jo. Njerëzit duhet ta shohin humanizmin tonë, ndërsa aspektet shpirtërore i sheh Allah. Nëse këto aspekte nuk konvertohen në sjellje të mira, të dobishme për ne si shoqëri, atëherë ne duhet të rishikojmë vetë. Allahu fuqiplot e do që muslimani të jetë në dobi të tjerëve. E do që muslimani të mos e neglizhoj shoqërinë e vet. E do që muslimani të jetë i dobishëm për vendin ku jeton. Prandaj Muhamedi alayhis salam ka thënë qartë: "Khairun nasi man yanfa'un nas." Më i miri i njerëzve. Nuk ka thënë është ai që fal më shumë namaz. Nuk ka thënë është ai që është më i kujdesshëm ta fal namazin siç duhet. Nuk ka thënë se është ai që agjeron çdo herë edhe nafile krahas fazit. Edhe pse të gjitha këto janë domosdoshmëri, ne nuk i diskutojmë a duhet të bëhen. Por më i miri është ai që krahas këtyre thot: "Men yanfa'un nas", ai që ju bën dobi të tjerëve. Më i miri i njerëzve është ai që është më i dobishëm për të tjerët, për shoqërinë. E lutim që Allahu fuqiplot të na jep dobi në punët që bëjmë, t'i bëj punët tona të dobishme për ne dhe për shoqërinë tonë, të na mundsojë që ta kuptojmë fjalën në mënyrën e duhur dhe ta ndjekim atë në formën më të bukur. Allahu ju ruajt, Allahu ju bekoft, ju falenderoj për durimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Ridan lillahi ta'ala.